E këshyra një konferencë që kishin pasmojt Oda Ekonomike e Kosovës në vitin 2019, saksisht me 11 mars. Edhe aty, në bazë të Kallxo.com, pra çaja që raporton Kallxo.com, Berat Rukiqi, ish kryetari i Odës Ekonomike në atë kohë, shprehimisht citohet duke thonë: nëse nuk liberalizohet tregu i energjisë, pjesa më e madhe e bizneseve do të mbyllen. Saktësisht 6 vjet pas, kryetari tjetër i Odës Ekonomike, Lulzim Rafuna, pra pasardhësi i Rukiqit, del edhe thot komplet të kundërtën. Nëse liberalizohet tregu i energjisë elektrike, shumica e bizneseve do të mbyllen, pra ato që janë subjekti i liberalizimit. Pra, është e kundërta. Rukiqi në atë kohë, kur domethënë Rukiqi sot realisht është antar i kryesisë së LDK-s, ndërsa Rafuna, para se mu bon kryetari i Odës Ekonomike, ishte kandidat i PDK-s për deputet. Pra, njëri është i LDK-s, tjetri vinte nga PDK-ja. Dhe pikërisht LDK-ja dhe PDK-ja ishin ato që atëherë, në 2016, e kishin miratu ligjin për liberalizim të tregut, dhe pikërisht këto dy parti sot e kundërshtojnë. Luje mos kryte bullit të dhe kësaj, hajde birin fije. Inshallah, po ju prenë sa kisa në vend, se so ka ju prenë.